Yardım edeyim ben de. Hayır, gerek yok. Senin yüzünden dikkatim dağılsın istemiyorum. Ben mi dağıtıyorum dikkatini? Şirkettekiler ailemizden sayılır. Evimizde rahat hissetmeliler. Evimiz dedi. Zehra, gerdanlığımı bulamıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? Hırsızlık. Një akuzë, një tradhti dhe një dashuri që mund të shkatrojë gjithçka. Sot zemra do të thyen dhe e vërteta do të dalë në dritë. Do të ndihmoj edhe unë? Ja, nuk ka nevojë. Nuk dua të shpërqendrohem për shkakun tënd. Unë po të shpërqendroj? Punonjësit e kompanisë janë si familja jon. Ata duhet të ndihen rehat në shtëpinë tonë. Shtëpinë tonë. Zehra, nuk po e gjej varesen time. A e di ku është? Ti e vodhe? Më mirë telefononi policin, zonja Myzejen. Vajza e saj sillet si princesh, por nëna e saj, një hajtute. Do të doja të shija fytyrën e Merçanit, kur kjo e vërtet të shpërthej si bombë. Kjo është vlera jote. Jam lodhur duke të parë të sillesh si zonja e konakut. Mbyll syt. Merë frymë thellë. Lësho gjithçka. Ndoshta në këtë moment mund të lëm pas gjithçka. Sepse ndonjëherë dashuria kërkon guxim. Nuk është vetëm guximi im, është guximi i të dyve. O Zot, çfarë po ndodh me mua? A kam frikë se mos të humbas? Vetullat e tua të zeza shkruajnë fatin tim. Kjo dashuri më çon kudo, pa drejtin, pa kontroll. Pse kam kaq shumë frikë? Çfarë po më ndodh mua? Ka ardhur koha. Duhet të flasim. Merçan, ku po shkon? Merçan, çfarë po bën? Pse po ikën nga unë? Më ler, nuk të lë. Pa ta thënë, ti je këtu, në zemrën time. Kur më shikon kështu, zemra ime do të shpërthej. I gjithë zemërimi im zhduket. Mbetet vetëm ti. Apo më dëgjon Merçan? Ai kupton fjalët e mia, sepse unë të dua atesh.